vetë kjo pomje tregon sakrificën e nonës për fëmijën, se shehet dorën si është kështu e vendost dhe kokën që i kanë zonë në tokë, ndërsa trupin e ka veç pak a shumë të tërhekur. Domethënë edhe në çastet e fundit ka bën përpjekje me rujt foshin, ku edhe realisht vetë ka vdek, po foshin e ka rujt. I kisha 2 fëmijë, cilët i kisha lënë për kujdesin e gjyshës vetë, në fshatin Likovës, ku aty kisha edhe motrën dhe për kujdeset domethënë nuk i mungonte. Mirë po, në mëngjes kur zgjohen, ka pas temperaturë të lartë vajza, ata në metodat tona në mënu me do tamële me do me largu temperaturën, po s'kan arrit, kështu që Bajrami merr vendimin mi morë me kerë, atëherë s'ka qenë rruga domethënë e pashtrune e zërshme, edhe nga Likosi me shku në Tërdes, ku ka qenë doktori Lutës Goni, doktor Goni Halilaj, edhe mi shumë i vizitu mi dhonë ndihmë vajzës. Gjatë rrugës, pikrisht këtu ku im tani dikun rreth 200 metra ma nenaj, vajza në rrugës sipër, domethënë ka dhonë jetë dhe kështu që si në shku të doktori që i ndëtëru më këthy. Lajmin ma ka kumtue motra, pikrisht dhonëri, më ka thirrën në orë të shtëpia, më ka thirrën, edhe unë i më dalë me dhonër, ku ndesh me shku në Tërdes, edhe na taku këtë në rrugë, më thollë është po 200 metra që kanë rrugtu ata, na taku në rrugë dhe nuk i ka pas gjësor që ka dhonë të më jetë kur e ku më lajmin. Ma unë i më taku me kere na takue, njëni me tjetrin edhe ku më lajmin qësë mënyre, në rrugë. Dhe më ka qenë një vdekje shumë e shpejt, shumë e papritën, edhe për Bajramin e për motrën time, gjyshën e saj, për mua, për gjithë, po edhe për opinion se një farforme, edhe opinioni ke mishru me figurën e saj si një vojtë 6 jashtë, cila kishtë mbejetu atë masakër të mërshme, edhe ditën që është bon vërrimi saj, me 20 nëntorë, më i me thonë që ka pasë me qindra njerës, ishin ardhën dhe kanë mërë pjesë në vërrim sojë, pëse ishte ku lufte dhe rëthonat shtira.